Në Maqedoni, kriza politike duket se po thellohet për shkak të pamundësisë së Nikola Gruevskit për të formuar qeverinë e re. Siç njofton korrespondenti në Shkup Isak Ramadani, partitë shqiptare aktualisht kanë mundësi si asnjëherë më parë të vendosin për qeverinë e Maqedonisë. Dështimi për të formuar kabinetin qeveritar nga i mandatuari Nikola Gruevski ka hapur një sër çështjesh dhe pasigurish rreth zhvillimeve që pasojnë. Opinioni publik pret që presidenti i vendit t'ia jap mandatin për formimin e qeverisë partisë së dytë më të madhe, që është Lidhja Social-Demokrate, por nga zyra e presidentit nuk ka asnjë prononcim. Një pjesë e ekspertëve ligjor megjithatë le të kuptohet se ligji ka zbrastira, se presidenti sërish mund t'ia dorëzojë mandatin VMRO-DPMNE-s si parti fituese e zgjedhjeve të 11 dhjetorit, e cila do të emëronte një tjetër kandidat për kryeministër. Të tjerë thonë se mandati tash i takon Lidhjes Social-Demokrate për formimin e qeverisë. Antarët të Lidhjes Social-Demokrate nuk e kanë fshehur kënaqësinë nga dështimi i të mandatuarit të parë Gruevski, ndërsa drejtuesi i partisë i bëri thirrje presidentit Ivanov që t'ia jap atij mandatin për formimin e qeverisë. Site po inakvi opции ќе značat kršenje në ustavot i zloupotreba. Gjithçka tjetër do të paraqiste shkelje të kushtetutës, tha zoti Zaev, duke shtuar se qeveria të cilën do ta drejtonte ai do t'u garantojë të drejtat të barabarta të gjithë qytetarëve, pa dallim përkatësie etnike apo fetare. Dy partnerët qeveritar të 9 vjetëve të fundit, VMRO dhe BDI, e lanë në pritje opinionin publik për 20 ditë sa kishte afat zoti Gruevski për formimin e qeverisë, për të njoftuar vetëm 20 minuta para skadimit të afatit mbrëm në mesnatë se nuk u arrit marrëveshja midis tyre. Burime e brenda partive thonë se VMRO-DPMNE kishte rënë dakord për zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, dhënien e postit të kryetarit të parlamentit BDI-s dhe 6 deri në 8 ministri, por se partia shqiptare në çastet e fundit të kishte kërkuar plotësimin e kërkesave nga deklarata e përbashkët e 3 partive shqiptare, përkatësisht BDI, Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët. Pas këtyre zhvillimeve, BDI-a nuk saktëson nëse opsioni i parë nga 5 gjithsej që ishte koalicioni me VMRO-n të jetë lënë mënjanë. Në mënyrë unanime kemi konstatuar se ende nuk janë shterur argumentet nga ky debat dhe se nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opsionet të cilat i kemi shtruar në tavolinë, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vijim. Opsionet tjera të BDI-s janë koalicioni me Lidhjen Social-Demokrate, formimi i një qeverie teknike, mbetja e saj në opozitë dhe zgjedhjet e reja. Opsioni i fundit është i dëshirueshëm nga VMRO-ja, e cila paralajmëron nga ana tjetër se mund të pasojnë situata konfliktesh nëse në përkëmbet, siç thot vullneti i qytetarëve dhe i votuesve. Kjo gjë nënkuptohet si kërcënim nga vëzhguesit, të cilët nuk shohin ende një zgjidhje të krizës politike, por druajnë nga mundësia e thellimit të më tutjeshëm të saj. Ambasada amerikane ndërkaq thotë se po e ndjek procesin e formimit të qeverisë, ndërsa u bën thirrje partive që të vazhdojnë bisedimet të cilat do t'i çonin ato drejt formimit të qeverisë së re. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.